Jam kalimtar, shkaktoi aksidentin ku plagosën 4 persona dhe tentoi të mashtronte policin pranga 20 vjeçarit. Një aksident i rënd në Milano ka lënë një 21 vjeçar në gjendje tepër kritike për jetën, ndërsa 3 persona të tjerë janë plagosur. Ngjarja ndodhi në orë të parë të mëngjesit të së dielës kur 2 makina u përplasën në një kryqëzim të zonës Bikoka. Sipas policisë lokale, shoferi, njërit prej mjeteve, ka rezultuar të jetë një 20 vjeçar pa patent, i cili pas aksidentit ka tentuar të mashtrojë autoritetet duke u prezantuar si kalimtar që kishte ndaluar për të dhënë ndihmën e parë. Ai kishte edhe rroba të gjakosura, të njollosura me gjak, por pretendoi se kishte zbritur nga një tramvaj. Pamjet e kamerave të sigurisë dhe dëshmia e një mjeku që ndodhej rastësisht në vendngjarje zbuluan se i riu ishte në fakt drejtuesi i mjetit. Një nga kputcët e tij u gjet brenda makinës së aksidentuar duke rrëzuar përfundimisht mashtrimin e tij. 21 vjeçari që ndodhej në të njëjtin mjet është në gjendje kritike në spital, ndërsa një 30 vjeçare ndodhet në terapi intensive pas një ndërhyrje urgjente. Po ashtu edhe një pasagjer tjetër është plagosur, por jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i mjetit tjetër është shoqëruar në spital dhe i është bërë testi nëse ka qenë në efektin e lëndëve narkotike që ka rezultuar pozitiv. Autoritetet po verifikojnë nëse substanca është konsumuar para aksidentit apo në ditët e mëparshme. Në vendngjarje mbritën forcat shumta policie, zjarfikse dhe disa ambulanca për shkak të dëmeve të rënda dhe zjarfikses automjetit përmbysur. Pozicioni i shoferit pa patent është tashmë nën hetim nga prokuroria italiane.